Përshëndetje të nderuar shikuesi, me takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Gjykata e lartë organizoi konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore. Kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, deklaroi në fjalën e tij në këtë konferencë, ku mori pjesë edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja, se synimi i këtij takimi është vazhdimi i dialogut dhe bashkëpunimit për një drejtësi më të pavarur, transparente dhe të unifikuar në rajonin tonë. Qytetërimi botëror, adhuruesi i kulturës Gjirokastrite, ishte projekti realizuar nga nxënës të shkollës profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër. Përfshirja në të u dha mundësi të rinjve të zbulojë më shumë për zhvillimin e të gjitha dimensioneve të qytetit muze, i cili tashmë ka arritur të marrë vëmendjen e vizitorëve nga mbar bota. Një grup turistësh gjerman kanë zgjedhur të eksplorojnë Shqipërinë me biçikletat apo ndjekin një itinerar natyror dhe kulturor që ofron pamje maknice dhe qetësi larg trafikut. Teksa tregojnë për këtë aventurë, ata vlerësojnë bukurinë e vendit tonë, por mbi të gjitha mikpritjen që kanë gjetur në qytetet që kanë shkelur. Qendrat e artizanatit po kthehen në atraksione turistike. Një grup grash artizane nga Izraeli kanë parë nga afër artin e qëndisjes gjirokastrite, ndërkohë që kanë vlerësuar këto hapësira ku kultura, historia dhe tradita shqiptare trashëgohet në breza. Ju njohim tani më gjerësisht. Gjykata e lartë organizoi konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore. Kryetari i gjykatës së shkallës së lartë, Sokol Sadushi, deklaroi në fjalën e tij në këtë konferencë, ku morën pjesë edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj, ministri i drejtësisë Ulsi Manja, se synimi i këtij takimi është vazhdimi i dialogut dhe bashkëpunimit për një drejtësi më të pavarur, transparente dhe të unifikuar në rajonin tonë. Vlora mikpriti konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta me përfaqësues nga Evropa qendrore dhe lindore, ku pjesë ishin mbi 20 kryetarë dhe gjyqtarë të lartë. Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi theksoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit ndërgjyqësor. Rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet edhe më e madhe. Vetëm përmes komunikimit të hapur, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ndarjes së përvojave konkrete mund të identifikojmë problemet e përbashkëta që na shqetësojnë si rajon dhe të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme të bazuara mbi parimet të përbashkëta të drejtësisë. Presidenti Bajram Begaj dhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja thanë se Shqipëria po ndërmerr hapa të shpejtë për antarësimin në Bashkimin Evropian, gjë që kërkon angazhim maksimal të gjyqësorit. Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime themelore që garantojnë drejtësinë, besueshmërinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor. Ato janë ana tjetër e medaljes së pavarësisë së gjyqësorit dhe të dyja së bashku garantojnë standardet e drejtësisë. Shqipëria ka ndërmarrë një ndër investimet më të mëdha në digitalizimin e sistemit gjyqësor përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, ICMIS. Ky investim sigurojnë që brenda pak vitesh i tërë sistemi i drejtësisë të shërbehet nga sisteme moderne dhe të jetësoj i drejtësinë me impakt të drejt për publikun shqiptar. Këto deklarata u bën gjatë konferencës që Gjykata e lartë e Shqipërisë po organizon me kryetarët e gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore. Qytetërimi botëror, adhuruesi i kulturës Gjirokastrite, ishte projekti i realizuar nga nxënës të shkollës profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër. Përfshirja në të u dha mundësi të rinjve të zbulojnë më shumë për zhvillimin e të gjitha dimensioneve të qytetit muze, i cili tashmë ka arritur të marrë vëmendjen e vizitorëve nga mbar bota. Një projekt për Gjirokastrën me gjithë vlerat historike, arkitekturore, traditat kanë realizuar nxënësit e shkollës profesionale Thoma Papapano. Të gjithë elementet që mbartin dhe përçojnë vlerat e kulturës së qytetit të Gurt, ata i mlodhën brenda një klase. Ne kemi ndërtuar një maket të shtëpive Gjirokastrite, shtëpia Shoqërisë Topullit. Ishte një nga mënyrat më të mira për të prekur arkitekturën me duar. Ne kemi punuar në grup për ta bërë maketin. Ne përgatitëm disa broshura dhe fletpalosje, ku me pjesë nga historitë e qytetit dhe ku çdo vizitor i projektit të marrë me vete një pjesë të qytetit.
Në këtë projekt të titulluar Qytetërimi botëror, adhuruesi i kulturës Gjirokastrite, ata udhëhoqën nga mësuesja Enkel Asino, e cila vlerëson për kushtimin e të rinjve si në mbledhjen e gjithë objekteve që dikur ishin pjesë e çdo shtëpie Gjirokastrite, por edhe në krijimin e broshurave dhe fletpalosjeve me informacione të vlefshme për vizitorët. Nxënësit zgjodhen këtë temë duke qenë se Gjirokastra ka një kulturë jashtëzakonisht të madhe dhe kjo gjë do t'ju vlejë atyre për përcjelljen edhe të brezat e më vonshëm për këto vlera që Gjirokastra mbart më vete. Çdo cep i Gjirokastrës përfaqëson një kulturë dhe kjo i nxitin nxënësit të bashkëpunonin, të krijonin makete, të krijonin broshura, të cilat do të përdoren edhe më vonë dhe mos ta lëm këtë kulturë me vlera kaq të mëdha, por t'i japin një jehon e cila do të përdoret edhe nga vizitorët e shumë, të cilët e vizitojnë Gjirokastrën tani jo më në një periudhë të shkurtër, por vizitorët janë në një periudhë vjetore. Ky projekt shpalosi rëndësinë e qytetërimit Gjirokastrit që nga krijimi dhe deri në ditët e sotme. Përfshirja në të u dha mundësi të rinjve të zbulojnë më shumë për zhvillimin e të gjitha dimensioneve të qytetit muze, i cili tashmë ka arritur të tërheqë vizitorë në 365 ditët e vitit. I cilësuar nga mediat si Maldivet shqiptare, Ksamili po kthehet në destinacion për turistët e huaj. Këto ditë qershori, plazhet e kësaj qyteze janë më të preferuarat, pushues nga Evropa, Azia, Amerika Latine, rrëfejnë ndjesitë e tyre për atë çfarë i ka sjellë dhe mrekulluar në Ksamil. Qershori sapo ka hyrë, ndërsa frekuentimi në plazhet e Ksamilit i jep përshtypjen se gjendesh në një muaj tipik veror. Kjo ndjesi të krijohet kur sapo ke hyrë në këtë qytet turizmi, kur në trotuarët e rimodeluar për këtë verë sheh të lëvizin drejt plazheve apo bareve grupe të huajsh. Nga Hungaria, nga Italia e Polonia, nga Bullgaria, Brazilia, Anglia, nga Rumania, Gjermania dhe vende të tjera të moshave fare të reja apo të moshës së thyer, treguan për atë çfarë i ka sjellë dhe i ka bërë të ndihen të mrekulluar në Ksamil. Beautiful food. Njerëz të bukur, ushqim i mirë, po i shijojmë këto ditë këtu. I'm from Hungary. Jam nga Hungaria, kam një javë këtu. Jam shumë i kënaqur. Natyra e gjelbëruar, deti i kaltër e i pastër, frutat e detit të freskëta e plotësia, miqësia që ofrojnë vendasit dhe ata që u shërbejnë pa haruar afërsinë dhe mundësinë për të vizituar Butrintin antik, Sarandën, Syrin e Kaltër dhe Gjirokastrën, janë disa nga arsyet që pushimet e tyre të kësaj fundpranvere ju lënë brez. From Poland. Vin nga Polonia. Ksamili është një vend i bukur, me ishuj dhe plazhe të mirë. It's very beautiful place. I'm from Bulgaria. Është hera e parë këtu. Gjithçka është kaq e bukur. I'm here. Ata që ofrojnë shërbime turistike në Ksamil i shehti janë të kënaqur me startin e sezonit. Ankesa e vetme që dëgjuam ishte për kohën, sepse ndër befasitë e muajit maj ishte edhe ajo që ditët e fundit deti i egërsuar u rumbeu rërën e plazheve që dihet se në Ksamil nuk janë natyrale por të investuara. Ne shpresojmë të kemi sa më shumë turistë sezon. Dhe janë ndërmjetësuar të gjithë të vinë nga gjithë anët e botës. Ksamili ka shumë gjëra të bukura për vizituar. Ja vlen që ta vizitoni, ka ishujt e bukur, ka Butrinin, ka Sarandën, Lëkursin, Syrin e Kaltër, dhe diçka për vizituar. Jenë shumë mirë, jemi që investuar goxha, po për momentin ka bërë një det i madh shumë edhe ka prishur goxharën, ka bërë një dëm shumë të madh. Për momentin është dëmtuar diku tek 60.000 euro vetëm rër. Sezoni 2025 është vetëm në fillimet e veta. Ky sezon i ri pati edhe një çelje të bukur sepse 2 ditë përpara ditës së parë të këtij qershori, të mirësepritur Ksamili u prezantua me panairin e midjes dhe me recetat e gatimit të saj, me promocion të ofertës së së vjetme dhe me degustim dhe art. Pas disa vite ndërprerje, festa tipike e midjes u rikthye në vendin e origjinës dhe kjo përjetua me gëzim nga banorë dhe turistë. Një grup turistësh gjerman kanë zgjedhur të eksplorojnë Shqipërinë me biçiklet. Ata po ndjekin një itinerar natyror dhe kulturor që ofron pamje mahnitse dhe qetësi larg trafikut. Teksa tregojnë për këtë aventurë, ata vlerësojnë bukuritë e vendit tonë, por mbi të gjitha mikpritjen që kanë gjetur në qytetet ku kanë shkelur. Një grup prej 17 turistësh nga Gjermania kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për të eksploruar Shqipërinë përmes një udhëtimi me biçikleta. Të apasionuar pas natyrës dhe aventurës, ata po përshkojnë disa nga itineraret më panoramike të vendit, duke e njohur Shqipërinë jo vetëm si destinacion turistik, por edhe si përvojë autentike kulturore dhe natyrore.
Zgjodha të eksploroj Shqipërinë me biçikletë sepse është mënyra më e mirë për të ndjerë ritmin e vendit. Çdo kthes më çon në një pamje të re, çdo fshat më jep një ndjesi të re. Është një aventurë që nuk përjetohet dot nga dritarja e makinës. Biçikleta më dha lirinë të ndalem kudo, të shijoj natyrën, malet dhe detin pa nxitim. Shqipëria ka rrugë të qeta, mikpritje të jashtëzakonshme dhe një peizazh që ndryshon vazhdimisht. Është vend ideal për udhëtime me biçikletë. Gjatë itinerarit të tyre turistët kanë zgjedhur të kalojnë nga rruga e vjetër e Muzinës, një segment historik dhe panoramik që lidh Gjirokastrën me zonat bregdetare. Kjo rrugë ofron një kombinim të rallë të historisë, natyrës dhe qetësisë. Rruga e Muzinës është një nga më të bukurat që kemi kaluar ndonjëherë me biçikletë. Pamja nga lart është magnitse, male, gjelbërim dhe ajër i pastër. Është sfiduese, por e mrekullueshme për çdo udhëtar që kërkon përvojë të vërtetë. Ky udhëtim është një shembull i qartë i turizmit të qëndrueshëm që po fiton gjithnjë më shumë terren në Shqipëri. Turistët me biçikleta jo vetëm që respektojnë mjedisin, por ndihmojnë edhe në promovimin e zonave të thella dhe më pak të njohura. Të huajt largohen të mahnitur nga mikpritja, natyra dhe autenticiteti që ofron jugu i Shqipërisë. Qendrat e artizanatit po kthehen në atraksione turistike. Një grup grash artizane nga Izraeli kanë parë nga afër artin e qëndisjes gjirokastrite, ndërkohë që kanë vlerësuar këto hapësira ku kultura, historia dhe tradita shqiptare trashëgohet në breza. Në Gjirokastër, qendrat e artizanatit po shndërrohen gjithnjë më shumë në atraksione turistike. Së fundmi, një grup grash artizane nga Izraeli vizituan qytetin e Gurt për të njohur nga afër me traditat e pasura të qendistarisë shqiptare. Emri im është Kelling, kemi ardhur këtu me një grup miq për të vizituar Shqipërinë dhe për të mësuar më tepër rreth traditave. Në interesin ton është edhe qendistaria. Këtu kemi një grup mësuesish që po na mësojnë të qendisim. Jemi shumë të kënaqur. Është një eksperiencë mrekullueshme, një vend miqësor me njerëz të dashur. Albania because it's a very interesting place. I'm from Israel. Unë jam Mihal, jam nga Izraeli. Në profesionin tim jam në artizane të gjitha llojeve të qepjeve dhe qëndisjeve. Prej disa vitesh zhvillojmë ture të mira artizanale në vende të ndryshme ku është përfshirë edhe Shqipëria. E ku më mirë se sa në Gjirokastër mund të na tregojnë rreth teknikave të qëndisjes. Burbuqja, artizania e qytetit tuaj na mësoi rreth qëndisjes në ar. Jam e lumtur që gjetëm këtë vend mikpritës dhe të hapur për të mësuar dhe ndarë eksperjenca të kulturave tona rreth qëndisjes dhe jo vetëm. We are friends. Vizitat e tyre përfaqësojnë një tjetër hap drejt promovimit të kulturës dhe trashëgimisë artizanale të Gjirokastrës në arenën ndërkombëtare. Është diçka e veçantë, donim që të bënim një gjë ndryshe nga të tjerët, jo atë turizmin standard, por një turizëm të dedikuar dhe i cili t'jep edhe gëzim, jo vetëm, nuk është vetëm punë, po është edhe shumë gëzim. Kështu që deri tani ja kemi dalë me sukses, kemi paketa jugore, kemi edhe paketat e veriut. Të dyja kanë qenë shumë të suksesshme. Jam shumë krenare për punën tonë dhe për vajzat janë të gjitha shumë të kënaqura me Shqipërinë. Artizania gjirokastrite Burbuqe Muka u prezantoi teknika tradicionale të qendistarisë dhe historinë e këtij zanati të çmuar. Duke qenë që ne jetojmë në një qytet muzeal dhe vizitohet shumë nga turistët, kemi dhe idet tona për t'u prezantuar veshjen tradicionale turistëve dhe duke u krijuar dhe mundësinë që jo vetëm ta prekin, por dhe të përpiqen të qëndisin diçka. Ky bashkëpunim ka ardhur pal agjensive të ndryshme turistike. Bashkëpunimi me artizanet izraelite është i suksesshëm deri më sot. Kemi gati 2 vite që bashkëpunojmë me grupe të ndryshme artizanësh. Ato e kanë një lloj informacioni atje ku janë në vendin e tyre për qëndisjen, për traditat e tyre dhe preferojnë të njihen dhe të studiojnë edhe qëndisjen dhe traditën shqiptare kur vinë vizitorë në Shqipëri. Gratë izraelite patën mundësinë të shkëmbejnë përvoja, të mësojnë rreth motiveve tradicionale shqiptare, edhe të ndajnë gjithashtu element nga kultura dhe artizanati i tyre. 83 nxënës më të dalluar të 8 shkollave publike që mësojnë fëmijët e minoritetit etnik grek janë nderuar nga shoqata bamirëse Estia Dropolis. Ky aktivitet ceremonial u organizuan në kujdesin e ambasadës greke në Tiranë.
Shoqata bamirësesti Andropolis e shqipëruar Vatra Dropullite organizoi mbrëm në Pallatin e Kulturës Dervician të Dropulit edicionin e tretë kushtuar zonësve më të dalluar të minoritetit etnik grek. Ishin 83 nxënësit minoritar më të dalluar, të cilët mësojnë në gjuhën anëtare greke në shkollat publike të Dropullit, Finikit, Gjirokastës, Sarandës dhe Delvinës. Edicioni i së vjetshëm i kushtuar të ndjerit kryepeshkop Anastas, sipas kryetares së shoqatës Olga Papapaguna. Veçantia e këtij evenimentit të tretë është se neve ja kemi dedikuar kryepiskopit Anastas. Domethënë kemi përgatitur edhe programin, domethënë që do jetë bashkë me gjithë këtë aktivitetin e dhënies së çmimeve, diçka e veçantë për dedikuar kryepiskopit edhe veprës së tij në Shqipëri. Ky aktivitet u financuan këngëtari i mirënjohur Dropullit i muzikës së lehtë greke, Christos Mastoras. Kristo është një Dropullit, siç e dim të gjithë që është nga Vodhino, edhe ishte kënaqësi e tij që ta sponsorizonte këtë eveniment. Kristo ka qenë mbështetës kryesor i shoqatës tonë prej vite me radhë. Aktiviteti u mbështet nga ambasada e Greqisë në vendin tonë, e cila u përfaqësua nga konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, zoti Sokratis Survinos. Arsimi është pikë referimi i traditës dhe identitetit tonë. Protagonistët e vërtet janë nxënësit, të cilët gjatë vitit shkollor janë përpjekur, janë munduar që të arrijnë rezultate të larta. Por prindrit e fëmijëve janë heronjtë e padukshëm, të cilët gjithmonë mundohen dhe kujdesen për fëmijët e tyre. Shkolla e bashkuar e Dervicianit kishte numrin më të madh të nxënësve të dalluar. Do të vlerësohen 18 nxënës, të cilët janë nga klasa e parë deri në klasën e 12, por kjo nuk do të thotë që në shkollë nuk ka nxënës akoma më të mirë të shkëlqyer, nxënës të cilët janë të talentuar në shumë fusha. Aktivitetin e përshëndetën gjithashtu kryetari i Bashkisë Dropull Dimitra Ktoli, drejtoresha e arsimit vendor Finik Dropull Arta Lasku, si dhe kryetari i Bashkisë së Pogonit në rajonin e Janinës, Konstantinos Kapsalis. Saranda Fish Festival, një event kulinar që po kthehet në një traditë të dashur për qytetin bregdetar, ka ulur sipari në aktiviteteve nën tingujt e muzikës dhe aromën karakteristike të kuzhinës së detit. Bulevardi i Sarandës për trenet me radhë mbush me qytetarë dhe turistë shumë të ardhur për të shijuar atmosferën e festës. Mbrëmja e së dielës shënoi mbylljen e trinetëve Fish Festival në qytetin e Sarandës. Qyteti dhe turistët e pranishëm në këtë fundjavë të parë të qershorit në brigjet e Sarandës morën përjetimet e një feste lokale tipike në qytetin, ku është i lakmuar për të banuar dhe i kërkuar për të pushuar. Muzika, ritme, kulinaria karakteristike ku zotroi peshku dhe të gjitha frutat e detit, si dhe shijimi i verërave në tryezat e shtruara në shëtitore në buzdetit, dhuruan ditë dhe mbrëmje të këndshme të gëzueshme dhe argëtuese për të gjitha moshat. Ndjesi të bukura në këtë atmosferë përcolli edhe numri 2 i delegacionit nga Bashkia e Menton në Francë, Alercon. Je connais l'Albanie. Edhe I pëlqen shumë. Même à chaque fois que je viens ici. Jam gjithmonë I impresionuar dhe kam zemrën gjithmonë ku qelzi sa herë që vi këtu. Vetëm rritje e shifrash, rritje në numrash, vizitorë më shumë të huaj, zgjatje e sezonit turistik, patjetër që në Saranda është pretresha e turistëve shqiptarë. Saranda fillon e parë dhe mbaron e fundit në gjithë për këtë shqiptar, ku për herë të parë ka sjellë dhe një delegacion për shefave më të mirë të kuzhinës franceze, për këtë u them me plot bindjen. Jo një bashkëpunim bashkë me shefat shqiptar për të kontribuar sadopak në rritjen e cilësisë së kulinarisë. Në këtë atmosferë elektrizuese, të krijuar nga trinetët e Fish Festival, qindra të tjerë përfshihen duke shëtitur përgjatë shëtitores apo duke shijuar pjatën me produktet e zgjedhura të detit, realizuar në çast nga masterchefat e restoranteve më përfaqësuese të Sarandës dhe Ksamilit. Aida, një piktore që çdo verë realizon live në shëtitore punët e saj që merren si suvenir nga turistët e huaj apo emigrantët, nuk mund të mos gjendej në vendin e saj të përhershëm, me penelin e saj të frymëzuar. Një piktore punoj live çdo verë. Pikturoj pejzazhet e Sarandës, shumë turistë e përqejnë artin. E gjithë kjo atmosferë elektrizuese që preku kulmin në natën e 3 të Fish Festival u mbyll me buqeta afishek zjarësh që ndezën plot ngjyra qiellin e Sarandës të përgati për të shënuar mbase sezonin më të mirë turistik të gjitha viteve të fundit.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.